Falja e gjobave. Çfarë duhet të dini për ndryshimin mes masave administrative dhe gjobave tatimore? Vendimi i fundit i Këshillit të Ministrave, datë 9 maj 2025, në zbatim të ligjit numër 127 fraksion 2024, ka të bëjë me masat administrative, jo me gjobat e taksave. Masat administrative janë dënime që vendosen nga pushteti vendor, si Inspektoriati Vendor i Mbrojtjes së Territorit, Policia Bashkiake dhe të tjera. Nëse këto masa nuk ekzekutohen brenda afatit të caktuar, ato shfrytëzohen sipas procedurave të përcaktuara në vendim. Brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e vendimit, inspektoriatët hartojnë listën e gjobave të pa ekzekutuara dhe e dërgojnë tek Drejtoria e Taksave në Bashki, që ka dhe 30 ditë për t'i fshirë ato nga sistemi. Gjobat e taksave, në anën tjetër, janë pjesë e detyrimeve tatimore të një subjekti dhe trajtohen sipas ligjit për procedurat tatimore. Ato nuk shfrytëzohen sipas vendimeve administrative të cituara më lart. Nëse keni marrë gjobë nga një inspektoriat ose policia bashkiake, mund të jetë pjesë e faljes së gjobave dhe duhet të drejtoheni institucionit që e ka vendosur atë. Nëse gjoba është e taksave vendore, ajo mbetet në fuqi.